Në vitin 2025 rezulton se ka pasur rritje të ndjeshme të numrit të shtetasve të huaj me leje qëndrimi që jetojnë e punojnë në Shqipëri. Deri në fund të vitit 2025, numri të huajve me leje qëndrimi në Shqipëri arriti në 27.514 banor, sipas të dhënave të regjistrit elektronik për të huajt dhënë për monitor nga Policia e Shtetit. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 65%, janë për arsye pune dhe rreth 15% për bashkim familjar. Në raport me 2024, numri i shtetasve të huaj të pajisur me leje qëndrimi u rrit rreth 4.800 banor. Shtetasit nga Kosova mbajnë vendin e parë me 6.076 banor, ndërsa të dytët janë ata nga Italia, që përbëjnë 14% të totalit të huajve. Në rritjen e ndjeshme në 2025 është shënuar edhe nga shtetasit nga India dhe Filipinet dhe Egjipti, që janë ngjitur përkatësisht në vend të tretë, të katërt dhe të pestë.